Nuk mjafton që vetëm t'i adresojmë këto kërkesa tek organet kompetente. Duhet natyrisht që të kemi një bashkëpunim dhe një bashkërendim ndërinstitucional. Qysh do ta arrini Duhet këtë? që jemi përmes takimeve të përbashkëta që do t'i kemi. Unë nuk kam asnjë kufizim që të takohem me këndo qoftë, vetëm që të rregulloj, do të thotë, çështjet financiare që ndërlidhen me punën e sistemit prokurorial. Në të kaluarën, fatkeqësisht këto bashkëpunime kanë munguar, bashkëpunime ndërinstitucionale. Fatkeqësisht ka pasur edhe mure që janë ndërtuar, do të thotë në këtë bashkëpunim. Unë ato mure do t'i shndroj në ura të bashkëpunimit ndërinstitucional. Do të jem më insistues, më argumentues, më i arsyeshëm, sepse një institucion publik, siç është Këshilli Prokurorial i Kosovës, siç është Prokurori i Shtetit, nuk mundet të funksionojë me borxhe të bartura nga viti në vit. Keni parasysh, nëse marrim vetëm një shembull, disa çështje do të thotë financiare që kanë të bëjnë për shembull me kujdesarinë e prokurorëve, shpesh herë shtyhen për disa muaj të tërë dhe nuk paguhen, dhe të gjitha këto ndodhen pikërisht për shkak të mungesës së buxhetit. Pastaj, në takimin e fundit që patëm, ju ishi dëshmitar që sipas ligjit të thotë për pagat në Kosovë, secili zyrtar që punon në institucion shtetëror për punën shtesë që bën, duhet të paguhet. Ne sot angazhojmë staf mbështetës në komisionet e përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe pikërisht për shkak të mungesës së buxhetit që u theksua nga ana e drejtorit në takimin e fundit që kishim me Këshillin Prokurorial, pra nuk kemi mundur që të marrim vendim që t'i paguajmë pikërisht edhe këta staf mbështetës që angazhojmë. Prandaj këto besoj që përmes një bashkëpunimi dhe bashkërendimi ndërinstitucional do të munden të arrijen në të ardhmen. Nuk do ta kem problem që të shkoj dhe të trukas në secilën derë atje ku duhet për të zgjidhur këto probleme. Vetëm që ta shoh Këshillin Prokurorial që të performojë më mirë dhe të ketë, do të thotë, një gjendje financiare më të mirë nga ajo që ka tani. Folet pra për disa prej hapave që do t'i ndërmerrni. Po në përgjithësi, cili është vizioni i juaj kryesues për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe cilat janë 3 vendimet që do t'i vlerësonit si më të rëndësishmet që do t'i merrni si kryesues në Këshill? Vizioni për Këshillin Prokurorial është bërë ditur edhe në ditën kur kam prezantuar koncept dokumenti i cili tani më është publik për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në faqen e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Vendimet që do t'i merr ja tani, unë vetëm kam filluar me nxjerrjen e vendimeve, sepse për një javë punë, sa kam kryesuar me Këshillin Prokurorial të Kosovës, unë kam caktuar 3 takime, 2 të jashtëzakonshme, 1 të rregullt. Në këto takime vetëm se janë marrë, do të thotë, vendime, janë miratuar disa rregullore mjaft të rëndësishme për funksionimin normal të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Rregullore këto, të cilat i kemi pasur qysh në fillim se janë, do të thotë, në kundërshtim me vetë ligjin për Këshillin Prokurorial për plotësim ndryshimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Pastaj ka pasur edhe vendime të tjera që ka marrë në kësaj jave që ndërlidhen pikërisht me trupat, do të thotë, që e bëjnë Këshillin funksional, po flas këtu për komisionet e përhershme të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Së bashku me kolegët e mi në kuadër të Këshillit Prokurorial në takimin e fundit kemi zgjedhur, do të thotë, kryesuesin dhe anëtarët për komisionin për çështje normative, kemi zgjedhur po ashtu edhe do të thotë kryesuesin dhe anëtarët edhe për komisionin për buxhet, financa dhe administrimin e prokurorive, sepse për dallim nga 2 komisione sa ishin me ligjin paraprak, tani me ligjin e ri kemi një konfuzion, pra një shkrirje midis këtyre 2 komisione në një komision të vetëm. Po ashtu kemi kemi marrë vendim pra për zgjedhjen edhe të kryesuesës së komisionit për vlerësimin e prokurorëve, apo ndryshe siç njihet për vlerësimin e performancës, dhe në takimet e ardhshme do të vazhdojmë nxjerrjen e vendimeve tjera. Ajo çka shoh në të ardhmen, do të thotë të afërt që duhet t'i qasim, është pikërisht që të bëjmë përditësimin, amandamentimin e gjitha rregulloreve që kanë derivu si rezultati i plotësimit ndryshimit të ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Po ashtu një nga proceset që ka qenë po ashtu i përfolur nëpër media është edhe vetë procesi do të thotë, i rekrutimit të prokurorëve që dështoi vitin e kaluar që të përfundoi pra, që shkoi deri dikun mbi gjysmën dhe nuk arriti që të ketë një epilog. Do të thotë gjitha janë këto ato që mendojmë ti trajtojmë në takimet e radhës së Këshillit, të cilat do të jenë të shpeshta, sepse nevoja, do të thotë, që të takohemi është tani më shpesh, derisa ta sjellim Këshillin në binor aty ku kisha dashur që ta gjej dhe aty ku e ka vendin. Sepse së fundi, ashtu siç gjithë opinioni publik e din, Këshilli ka qenë një tabelë qitjeje,
dhe gjithmonë është përfolur shumë puna e Këshillit Prokurorial pikërisht për shkak të atyre hallakomave. Prandaj dua që në një të ardhme të afërt tu tregojmë qytetarëve të Republikës së Kosovës se edhe Këshilli mundet dhe do t'ja del. Kryesues Kosova ende nuk e ka një kryeprokuror të shtetit i cili është i zgjedhur nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, por ka ushtrues detyre. Pra për 4 vite Këshilli nuk ka arritur që ta zgjedhë kryeprokurorin, sepse në një proces që ka zhvilluar ka pasur kontestime të shumta dhe përveç organizatave vendore, po ashtu edhe organizatat ndërkombëtare, po ashtu edhe ambasadat, dhe po ashtu raporti i progresit ka theksuar probleme dhe në këtë proces ka pasur një kandidat që është zgjedhur e i cili është zoti Blerim Isufaj, i cili është propozuar tek presidenti për të dekretuar, por që nuk është dekretuar sepse presidentja e ka kthyer propozimin e tij duke kontestuar procesin dhe jo domethënë zgjedhjen e tij. Çka ka ndodhur në krejt këtë proces dhe ku jemi tash e kur pritet që më në fund ta kemi kryeprokurorin e shtetit? Atëherë, kjo është një nga problemet që unë kam trashëguar në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Propozimi që ju e thatë është bërë, do të thotë në vitin 2022, kur unë nuk kam qenë fare pjesë e Këshillit Prokurorial të Kosovës, për shkak se unë kam marrë në vitin 2023, është një prej çështjeve që më së shumti opinioni publik ka interesim, lidhur me këtë çështje dhe në adresë të Këshillit Prokurorial të Kosovës me ardhjen time, që nga data 16 mars kam pranuar me 10 emaila ku do të thotë mediumet e ndryshme, gazetarët e ndryshëm kanë shkruar dhe kanë kërkuar informacion për këtë. Atë çfarë dua të theksoj është që do të thotë ajo është e vërtetë ajo që thatë që pikërisht ka pasur edhe kritika të mëdha lidhur me vetë procesin që është do të thotë ndjek nga ana e Këshillit, jo me emra të përveçëm nga ajo që kam pa. Dhe natyrisht që ka pasur pikërisht këto kritika kanë ardhur edhe nga partnerët ndërkombëtar, duke filluar nga ambasada amerikane, pastaj ambasada gjermane dhe do të thotë partnerët tjerë nga komuniteti ndërkombëtar, po ashtu nga shoqëria civile ka pasur kritika të mëdha. Konsideroj se kjo është një çështje që do duhet të trajtohej brenda trupave të Këshillit Prokurorial të Kosovës në një të ardhme të afërt, por para se kjo çështje të trajtohet, e konsideroj si më së të nevojshme duhet të kemi një analizë paraprakisht të gjithë asaj çfarë është bërë deri më tani në këtë proces nga fillimi deri në fund, për të parë se deri ku ka ngecë ky proces, për të parë se cilat kanë qenë të metat e këtij procesi dhe vetëm pasi që ta kemi këtë analizë, atëherë duhet ta shqyrtojmë aspektin ligjor. Për shkak se siç e dini, ne edhe pse në vitin 2024 kemi nxjerrë si Këshill një rregullore që ka të bëjë me zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurorive tjera në nivel të Kosovës, edhe pse kjo një rregullore nëse nuk gaboj është rregulloria 07/2024. Kjo rregullore është nxjerrë në kohën kur ka qenë në fuqi ligji i ri i paraprak i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ndërsa ligji i ri do thotë ka para pa mjaft ndryshime, të cilat e reflektojnë nevojën urgjente të ndryshimit të kësaj rregullore, sepse nëse këtë proces do të trajtonim tani brenda trupave të KPK-s, do të ishte e pamundur me një rregullore paraprake, kjo për faktin sepse në atë rregullore në komisionin rekrutues në shkallë të parë parashihen që të jenë 5 anëtar, në shkallë të dytë në komisionin ankesa pra parashihet që të jenë 3 anëtar, që në fakt duhet të jenë 5 plus 3, 8, sepse është vetë përbomja e Këshillit Prokurorial ka komplet 7 anëtar, për cilëve 6 do të thotë janë tani aktual. Pra është e pamundur që të trajtojmë këtë çështje brenda rregullores që e kemi në fuqi dhe natyrisht edhe kjo rregullore do duhet të ndryshojë pra paraprakisht dhe vetëm që pasi ta kemi të gjithë këtë analizë, pasi që ta kemi pra ndryshimin edhe të rregullores në fjalë në konsultim të ngushtë me partnerët ndërkombëtar, në konsultim të ngushtë edhe me shoqërinë civile, duhet t'i qasmi kësaj teme në një të ardhme të afërt. Sepse keni parasysh edhe raporti i progresit që është nxjerrë vitin e kaluar për Kosovën, një nga të metat dhe një nga problemet që parashen në sistemin prokurorial dhe që rekomandon është pikërisht procesi i ri për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit pra që e citon. Andaj unë dua që kjo çështje deri në raportin e ardhshëm të progresit dhe në një të ardhme të afërt të merr një epilog, pra të trajtohet si e tillë, por unë do të thotë këtë çështje mendoj se duhet të trajtohet në nivel të Këshillit, sepse unë mund të kem vetëm qëndrimin tim personal në këtë temë. Unë jam një në mesin e të barabartëve në kuadër të Këshillit. Këshilli merr vendime kolegjiale, jo individuale.
dhe secili atje ka të drejtë që të jep mendimin e vet lidhur me këtë. Po konsideroj se këto janë procedura që duhet ta ndjekim në mënyrë që të kemi një proces transparent, kredibil, meritor. Ajo që ka mundem t'i siguroj qytetarëve të Republikës së Kosovës është fakti se nuk ka emra të përveçshëm, nuk ka pozita të rezervuara në sistemin, do të thotë, prokurorial dhe ku jemi te zgjedhja e kryeprokurorit të shtetit, kjo i të kalon kompetencat e KPK-s me vetë faktin se të gjitha procedurat që kryen për rekrutim të kryeprokurorit të shtetit, pastaj duhet një dekret nga ana e presidentes që ai për të zgjedhur. Për dallim prej gjitha, do të thotë, pozitave tjera të kryeprokurorëve tjerë, duke filluar nga apeli e të poshtë, ku vetë Këshilli Prokurorial është kompetent për t'i zgjedhur. Ndërsa për ta zgjedhur kryeprokurorin e shtetit duhet domosdoshmërisht të kemi edhe dekretin e presidentes.